Mas disa mujve pauz, sot kemi vendos me shku në fitness bashkë me burrin. Mas pare kemi qu djalin në shkollë edhe kemi ardhur në fitness. Ju tregoj fitnessin se sa i bukur është dhe sa shumë hapësirë ka. Këtu jam bashkë me burrin. Shkojmë mas pari me një nxemje të muskujve, 10 minuta gjithmonë. E për sot vendosa mi ushtru kratë, durt edhe qafen. E ky është ushtrimi jam i preferuar. Të më pëlqen shumë. Ndërsa burri sot i ka ushtru kont. E mbasi i kemi kry ushtrimet, jemi taku këtu te kafja e fitnessit. Këtu gjithmonë e pijim kafen. Këtu është kauçi jon i preferuar edhe unë bashkë me burrin. Këtu janë se më bo shumë planesh, ka me ble, tek me ble. Këtu është krejt pjesa poshtë e fitnessit, do këtë shumë bukur, edhe këto kauçat janë shumë të rehatshëm që mund është mu ul edhe me majt. Gjithashtu këtu afër është edhe solarium. Vendosa me hi pakës me marrë ngjyrë dhe ma në fund u kry edhe për sot fitnessi, kështu që yes, jemi shumë happy që shkum edhe dolem. Mas na i vendosëm me shku këtu me një dugoj, me një mobiljeri, me të qytë të shka për shpi, edhe po gjetëm të shka, na pëlqej shumë. Atëhera është ky paviljoni që ishtë shumë i mirë, ishtë me solarium, ku gjatë ditës mushët me rrymë edhe gjatë natës bën dritë. Masne jemi shku edhe e kemi marrë direkt, jemi munu mishtin kërë të konë shumë e gatë, si përfundim e zonit tamam në kërë, vetëm se une u du ta mull për mrapa. Mas ne jemi shku në shpi, ja kum fillu direkt mi bo mëngjesin, i captova disa speca shpejt edhe i përzhrita pakës, mas ne vendosa pakës magdanoz mi gri edhe mi bo me djath. Ky është një lloj djathi i blun, që është me proteina dhe është shumë i shëndetshëm. Gjithashtu ja shtojmë edhe pak vaj ulliri, edhe është gati për konsumim, është shumë i shijshëm edhe shumë i shëndetshëm. Gjithashtu gjithmonë konsumoj edhe avokado, e shtypi mirë me piron. Kur u përzhitën specat, i qita edhe pak e zvo dhe na bëf të mirë.